Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Pamim. Kjo është shpalja e librit të Perëndisë, të plotfuqishëm dhe të gjithdijshëm. Me të vërtetë, në qiell dhe në tokë ekzistojnë dokumente për ata që besojnë. Edhe në krijimin tuaj dhe të shtazëve, të shpërndara nëpër tokë, ka argument për popullin që beson me këmbë ngulje. Edhe në ndërimin e natës dhe të ditës, dhe në shiun që e lëshon Perëndia prej qiellit që me të gjallëron tokën, pas thatësisë së saj, edhe ndërimit e rërave, ka argumente për njerëzit që mendojnë. Këto janë argumentet e Perëndisë, të cilat ne ty t'i tregojmë me tërë të vërtetën e në çfarë fjale, pos Allahut Kuranit dhe argumenteve të tij, do të besojnë ata. Pe çuditse, mije për çdo gënjeshtar, mëkatar të madh, i cili dëgjon argumentet e Perëndisë që i lexohen, e përsëri është mendje madhe duke mos pranuar, thuaj se nuk i ka dëgjuar ato, si arriqoj atë me dënim të dëmshëm. Kur të njotohet me diçka nga jetët tona, ai ato i përqesh. Për të tillët do të ketë dënim të poshtruar. Para tyre është xhenemi dhe nuk do t'ju ndihmoj asgjë në gër ato që kanë fituar, as ata i dhujt që i kanë marrë, pos Perëndisë, përmbrojtës. Ata i pret mundim i madh. Ky është Kurani udhërfyes në rrugën e drejtë e ata që nuk besojnë argumentet e Zotit të tyre për ta ka mundim të madh të dëmshëm. Perëndia është ai që ju ka nështruar juve detin që në të me udhërin e tij, të lundrojnë anijet për t'i kërkuar dhuntit e tij dhe për të qenë ju mirënjohës. Dhe ju ka nështruar juve çka gjendet në qiell dhe në tokë, të gjitha janë prej tij. Me të vërtetë, në këto ka këshilla për popullin që mendon. Thuaj o Muhamedi, besimtarëve që t'i falen ata që nuk shpresojnë në ditët e Perëndisë, në të cilën njerëzit do të shpërblehen sipas veprave të tyre. Kush bën mirë, e ka për vetë dobi, e kush bën keq, bën kundër vetes, e në fund do të ktheheni të gjithë te Zoti juaj. Ne, me të vërtetë, u kemi dhënë bijve të Izraelit librin, pushtetin dhe profetnin dhe i kemi furnizuar me gjëra të bukura dhe i kemi ngritur atë mbi të gjithë popujt tjerë të asaj kohe. Dhe u kemi dhënë argumentet e qarta mbi besimin e ata u përçan, mu atëherë, kur u erdhi dienia, asi që patën armiqësinë mes tyre. Zoti yt, me siguri, do t'i gjykojë ata në ditën e Kiametit për atë ëra në konflikt. Pastaj, ne ty ta kemi bërë një rrugë të drejtë të mrekullueshme të fesë, andaj ndiqat dhe mos shko pas kënaqësive të atyre që nuk din. Me të vërtetë, ata nuk do të mund të ndihmojnë ty asgjë te Perëndia. Padyshim, zullumçarët e ndihmojnë njëri tjetrit, e Perëndia i mbron ata që i druajnë atij dhe ruhen nga mëkatet. Ky Kurani është argument i qartë dritë e shpëtimit udhërfyes dhe mëshirë për njerëzit që besojnë pa luajshëm. A mendojnë ata që bëjnë vepra të keqia se ne do t'i bëjmë të njëjtë në ata që kanë besuar dhe që kanë bërë vepra të mira, se jeta dhe vdekja e tyre do të jetë e njëjtë. Sa gjykim i keq që është ky. Perëndia krijoi qiell dhe tokë me qëllim të plotë, në mënyrë që çdo njeri të jetë i shpërblyer apo i dënuar për atë që ka punuar. Askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. A e ke parë atë që kënaqësinë e vet e ka marrë për Zot dhe Perëndia e ka lënë në humbje duke ditur të keqen e tij dhe ja ka vulosur të dëgjuarit e tij dhe zemrën e tij, e para syve të tij ka vënë perde. Kush do ta uzoj atë, pos Perëndisë? A nuk po kuptoni? Ata thonë, ekziston vetëm jeta e kësaj bote, vdesim shumë si fëmijë dhe jetojmë një kohë, e vetëm koha na shkatëron. Ata, për këtë, nuk kanë kurfar ndjenje, ata vetëm parafytyrojnë ashtu. Kur t'ju tregohen atyre ajetet tona të qarta, ata nuk kanë tjetër shprehje, pos fjalës së tyre, ringjani të parë tanë, nëse e thoni të vërtetën. Thuaju atyre, Perëndia ju ngjall u jep jetë, pastaj ju vdes, e mandej do t'ju tubojnë në ditën e Kiametit, në këtë nuk ka kurfar dyshimi, por këtë shumica e njerëzve nuk e din. Dhe Perëndisë janë pushteti i qiejve dhe i tokës. Kur të arrit dita e Kiametit, atë ditë të këqijt do të humbin. Dhe të gjithë popujt do të shohësh të gjunjëzuar, çdo popull do të thirret në librin e vet, sot do të shpërbliheni për atë që keni bërë. Ky është libri ynë që do t'ju tregoj të vërtetën. Na, me të vërtetë, i kemi urdhëruar engjëjt që të shkruajnë e shënohen të gjitha që keni bërë. Sa i përket atyre që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, ata do t'i shpjegojë Zoti i tyre në mëshirën e vet xhenet. Ky është shpëtim i qartë. Sa i përket mohuesve, atyre do t'ju thuhet, vallë, a nuk u janë lexuar ajetet e mia, por ju mendje madhërua dhe u bët popull mëkatar. Kur të thuhet, me të vërtetë, premtimi i Perëndisë është i sigurt, dhe se për ditën e Kiametit s'ka kurfar dyshimi. Ju thotë, na nuk dim çka është dita e Kiametit, na për këtë kemi vetëm një parafytyrim, na nuk jemi të bindur për këtë. Dhe atyre do t'u dalin në shesh të këtë që i kanë bërë, e do t'i kaploj dënimi për atë që talleshin. Dhe atyre u thuhet, ne sot po ju qesim në hares, ashtu siç e keni lënë ju në hares takimin e kësaj dite. Vendqëndrimi juaj është zjarri dhe për ju nuk ka kurfar ndihmësi. Ky dënim është nga se i keni përqeshur argumentet e Perëndisë, e jeta e kësaj bote ju ka mashtruar.
Sot, ata nuk do të nxjerrin nga zjarri, as që do të kërkohet prej tyre arsitimi nuk do të përfillet. Falënderimi përket vetëm Perëndisë. Zotit të qiejve dhe Zotit të tokës, Zotit të gjithësisë, atij i përkëtër madhështia në qiell dhe në tokë. Ai është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm.